Faleminderit shumë. Profesoresh, na thuaj pse këto vitet e para të jetës 0 deri në 8 vjeç janë kaq vendimtare për një fëmijë? Jo pa qëllim, në fakt, tashmë është marrë një dakordim ndërkombëtar i gjitha organizmave që punojnë me edukimin e hershëm për shtrirjen e kësaj moshe deri në periudhën 8 vjeçare. Dhe konsiderohet si periudhë që përfshin fëmijërinë e hershme të fëmijës. Në fakt, të dhëna ka nga të gjitha llojet e shkencave, jo vetëm nga shkencat e psikologjisë zhvillimit apo shkencat mjekësore, jo vetëm nga neuroshkencat, por edhe nga shkencat e ekonomisë ose shkencat e sociale. Mund t'ju sjell një shembull që fituesi i çmimit Nobel në vitin 2010 ka fituar çmimin Nobel pikërisht me një studim përmes të cilit ka vërtetuar se cili është përfitimi ekonomik i një shteti në rast se shteti investon në periudhën e duhur në moshën e duhur. Dhe beneficioni kthyes, përfitimi kthyes tek ai studim shkonte nga 10 deri në $17 për $1 të investuar në periudhën e fëmijërisë hershme. Dhe kjo shkon në maksimumin e saj, sidomos në grupet e fëmijëve të cilët i kemi më të brisht. Këtu i referohem fëmijëve të cilët janë të sfiduar në zhvillim, i referohem fëmijëve të cilët vinë nga një background ekonomik në familjet e tyre, të cilat janë relativisht të dobët, ose fëmijë të cilët nuk kanë mundësi për një arsye ose tjetër që t'jenë pjesë e organizmave të ndryshme të edukimit hershëm, jo vetëm në Kosovë, por në përgjithësi. Nga ana tjetër, shkencat shoqërore me të gjitha profilet e tyre kanë ofruar një mori të evidencave për përfitime, të tilla si individët, fëmijët e vegjël, për shembull, të cilët ushqehen me qumështgjiri deri në 6 muajt e parë të jetës tyre, kanë një koeficient më të lartë të inteligjencës krahasuar me fëmijët e tjerë. Janë më të suksesshëm në performancën natyre akademike, prej shkollës fillore dhe në vazhdimsi. Kanë një qëndrueshmëri në problemet ose në zhvillimin e tyre emocional, çka është e lidhur ngushtësisht, sidomos nga klasa e parë deri në klasën e 5, edhe me performancën akademike, me të nxënin. Kanë një përqindje shumë të lartë të punësimit në pozita në të cilat ju kthehet benefiti i shoqërisë. Pra janë kontribues të mirëfillt të shoqërisë në rast se kanë qenë pjesë e mundësive për të qenë pjesë e edukimit hershëm në pra gjitha këto benefite janë jo vetëm për atë si individ, por komplet për shoqërinë dhe njerëzimin, madje sepse e zgjerove temën e bëre universale, është universale. Eksakt. Lejon të lutem ta përmend edhe një tjetër fakt që është shumë i rëndësishëm që na vjen nga neuroshkenca. E ke parasysh që i çojmë fëmijët në shkollë në moshën 6 vjeç? Dhe gati 93% e vendeve të botës në fakt i çojnë në moshën 6 vjeç në shkollë. Janë vetëm 7% e vendeve të botës të cilat klasën e parë kanë prej moshës 7 vjeç e tutje. Po në fakt po t'i referohemi këtyre që konsiderohen piketa zhvillimore, asnjë gjë nuk ndodh në moshën 6 vjeç. Domethënë, aspekti kognitiv nuk e ka kulminacionin aty, nuk është në një prag, në aspektin gjuhësor fëmia tashmë ka fituar numrin e nevojshëm të fjalëve për të komunikuar shumë lirshëm, po në aspektin kognitiv ka marrë një qëndrueshmëri, ka një vetbesim, ka një socializim. Domethënë në të gjitha aspektet e veta zhvillimore, fëmia i moshës 6 vjeçar është një fëmijë i cili me lehtësi kryen atë çka pritet për me kry në këtë moshë. Po megjithatë, neve kemi vendosur, shumica e shteteve, me ligj, që t'i dërgojmë fëmijët në shkollë në këtë moshë. Sepse është pikërisht në këtë moshë, në të cilën vendoset një ekuilibër i ndikimit në zhvillimin e fëmijës. Deri në moshën 6 vjeç, ambienti i jashtëm, në 3 vitet e para familja, nanat, gjyshet, është një pasuri në mirëritjen e fëmijëve. Të afërmit e tjerë. Dhe mbas moshës 3 vjeç mundësisht, institucionet ose format e ndryshme të organizimit, aq i rëndësishëm është ndikimi i tyre sa që mund të ndryshojë edhe nivelin qelizor të trurit. Ndryshon neuronin, pozitiv ose negativ. A mund është të thuash çfarë ndodh në personalitetin e një fëmije në këtë periudhë? Që nuk ndodh më, është veç një herë, se jeta është një drejtimshe. Po shiko, nëse do të referoheshim specifikisht personalitetit, mundem me thënë përgjithsisht vendosen themelet e formësimit të tij në vitet e mëvonshme. Por nuk mundem me thënë që është periudha kur formohet personaliteti, akoma jo. Mundemi të themi që fëmia lind me temperamentin e vet, temperamenti është i trashëguar, e merr
nga ajo mrekullia e ADN-s që përcjell nga të dy prindrit, fillon formon karakterin i cili referohet të kuptuarit të së drejtës dhe të gabuarës, të së mirës dhe të keqes, të së lejuarës dhe jo të lejuarës, të asaj çka vlerësojmë si shoqëri dhe asaj çka nuk vlerësojmë si shoqëri. Pra, fillon edhe prezantohet me botën e parimeve tona. Çka kemi na të fortë? Neve kemi fjalën e dhënë. Kur japim fjalën, qëndrojmë fort pasaj. Dhe fëmia këtë e mëson dhe formëson kjo një pjesë të mirë të karakterit të tij në vazhdimsi dhe ma vonë, i cili e bën atë që të jetë një vajzë shumë e mirë, një vajzë e respektuar ose një djalë në kokë djalit. Ma të mirë nuk bën në këtë kuptim.